Punët për rikonstruimin e rrugës për në fshatin Merov të komunës së Zhelinës kanë filluar para zgjedhjeve lokale, por ende nuk kanë përfunduar. Banorët e këtij vendbanimi thonë se premtimi fillestar ka qenë se do të fillohet me punë menjëherë, por ai premtim nuk është mbajtur dhe rruga tash është lënë në gjendje të keqe rreth 3 muaj. Sipas banorëve, askush më nuk ka qenë pas zgjedhjeve lokale, ndërsa veturat e tyre dëmtohen shkaku i rrugës së parregulluar. Premtime sa dush punë hiç. Me presh judhën, me presh e në rabët, jo sa lupën. Si që adhe në të se ka gjije, pi ka pështu gjojë se ka që të bjeni kërë që kuhe në spital, nga gjë i bone, e shkepi e në elas kërkund. A para zgjedhjeve, këtë bohen. Sa i marrën votët edhe më të marrën këtë. Ska valla, kur zho këtu. Këto duhet më shpërngull. Që me të sosit, nuk sosit kur njëherë. Dhe i vedhën parët edhe nuk sosit. Po u dhënaj 500 muje ka pasana ishe. E kina pas një til, ka shku e ka marrë umin Kumanovë. Nuk ka shku këto, ta marrë ka marrë në Kumanovë. Për në kjo puna si lopar i tilës, 500 muje ka pas. Ta najshë u dhe nuk e ka najshë. Ne e dim kush është atë. U dhe si në ka premtohet 500 muje do. Kërse do najshë. Hajde, e najshëm në 1 muje, prajshën e në mos i ranë bas kërkush. E najshëm para zgjedhjeve? Para zgjedhjeve, po. Pak para zgjedhjeve, mo sej morën votat e në hupën. Për një javë, 10 ditë, faza. Kënës do prajshët mërja do shtrojë. Por kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu thotë se kushtet klimatike kanë qenë pengesë që kjo rrugë të asfaltohet. Ai premtoi se brenda kësaj jave kjo rrugë do të përfundojë. Rruga e Merovës nish këtë javë të asfaltohet dhe pas asaj ne kemi edhe 2 faza tjera për të realizuar deri në Sallarev. Nuk është se ka ngelur. Thjesht ne kemi punuar vazhdimisht, kemi qenë makinat i kemi pasur, është një të kompani në Trebosh përfunduam dhe tani nisim më një herë edhe me këtë pjesë pra të Merov Sallarev dhe normalisht do të ketë parasysh se pjesa lart me çështjen e klimës nuk është e njëjtë me poshtë. Ne kemi pas shumë të rreshura pjesën lart, nuk ka qenë klima e mirë për të nisur me punë, por tani është momenti që ne të vazhdojmë me punët atje dhe së shpejti do vazhdojmë, pra këtë javë siç e thash, të nisim asfaltimin dhe me atë pjesë të përfundojmë do të nisim edhe me pjesa tjera. Në këtë rrugë përveç banorëve të Merovës kalojnë dhe banorët e fshatit Sallarev.